Në një raport të deklasifikuar të CIA-s në vitin 1978, tregohet me detaje se si bashkëpunimi midis Shqipërisë dhe Kinës po merret e fund. Aty thuhet se pas vdekjes së Mao Zedongit, Enver Hoxha nisi sulmet e hapura kundër Kinës, me akuzë se Kina bashkëpunonte me SBA-n në vendet perëndimore. Nga ana tjetër, po sipas CIA-s, një arsye e fortë ishte se Kina, pasi zgjeroi partnerët, filloi të ndërpriste ndihmat financiare për Shqipërinë. Në dokument jepet edhe një analizë se çfarë prisin amerikanët të ndodhte pas prishjes së marrëdhënieve shqiptaro-kineze, ku shihet edhe si mundësi ideja e hapjes së Shqipërisë drejt perëndimit, por kjo atëherë nuk ndodhi dhe u realizua shumë vite më vonë, në kohën e fitores së demokracisë. Më konkretisht, për prishjen e marrëdhënieve me Kinën, CIA bënte këtë analizë. Përkeqësimi i shpejtë i lidhjeve të Shqipërisë me Pekinin ngreh për herë të parë mundësinë e ndarjes mes dy aleatëve të ngushtë. Provat aktuale nuk janë të mjaftueshme për një shpjegim të plotë të motivit shqiptar për ndarjen, por ka sinjalizime se Tirana po punon për një strategji të re në rast të humbjes së mbështetjes politike dhe materiale të Kinës. Duke marrë parasysh pozitën strategjike dhe gjeografike të Shqipërisë, kursi i saj i ardhshëm është me interes për të gjithë fuqitë e saj mesdhetare. Bashkimi Sovjetik, i cili ka qenë aleat i Tiranës deri në vitin 1961, mund të përpiqet të përfitojë nga përçarja për të rivendosur influencën e tij politike në Shqipëri, por më shumë gjatë ka që kjo do të refuzohet. Nëse sovjetikët ja dalin me sukses, statuko e Ballkanit mund të trazohet, pasi fqinjët e saj, Jugoslavia, Greqia dhe Italia, mund të ndjehen të kërcënuara për sigurinë e tyre. Të nxitura nga ksenofobia dhe ideologjia radikale, Enver Hoxha e ka mbajtur vendin në izolim dhe gjatë 16 viteve të fundit ka qenë totalisht i varur nga Kina për ndihmë ekonomike dhe industriale. Përpjekjet e Tiranës për një reorientim të politikës së jashtme janë shoqëruar gjithmonë me trazira të brendshme të leadershipit. Spastrimet masive të stabilmentit kulturor, ushtarak dhe ekonomik që nga viti 1973 kanë lënë pak prova për konfliktet e brendshme. Grada e vjetër komuniste me në krye shefin e partisë, Enver Hoxha, mban frerët e pushtetit për funksionarët e rinj që kanë hyrë në strukturën e pushtetit pas pastrimeve, mund të pritet të japin shenjat e tyre në favor të hapjes. Megjithë njohurit tona të kufizuara për zhvillimet brenda Shqipërisë, dallohen dhe tendenca të tjera. Marrëdhëniet kino-shqiptare janë në nivelet më të ulta se ndonjëherë, por Tirana mund të përpiqet ta shmang një prishje finale me Pekinin. Nëse ndarja ndodh vërtet, regjimi do duhet të përpiqej të gjejë të tjerë aleat, duke nisur një përmirësim gradual të lidhjeve me një numër vendesh, ndoshta përfshin dhe ato perëndimore të industrializuar, por lidhjet e reja kanë kufizimet e tyre, që prej prishjes me Moskën, shqiptarët janë të fiksuar të kërcënimit sovjetik ndaj sigurisë së tyre. Iniciatori i prishjes, Enver Hoxha dhe pjesa tjetër e udhëheqjes, do të mbeten skeptik ndaj afrimit me BRSS-n. Për momentin nuk ka shenja për interes të Tiranës në afrim me SBA-n, por gjithsesi ndryshimet në politika mund të shfaqen gradualisht. Ndryshimet ideologjike së bashku me tensionet etnike dhe territoriale parandalojnë normalizimin e lidhjeve mes Tiranës dhe Jugosllavisë, që një rast tjetër duhet jetë partneri kryesor ekonomik i Shqipërisë. Gjithashtu, suksesi i Titos në përmirësimin e lidhjeve me Kinën ka sjellë dyshime për një tradhtikë të tyre të fundit ndaj Shqipërisë, duke u bërë operacionin ndaj revolucionizmit të Jugosllavisë edhe më të ashpër.